Atëhere, tani, jo vetëm Milano, edhe ca qytete janë dekoruar, janë stiluar bukur, janë stiluar nga natyra, Maja Ulona, janë stiluar nga dëbora. Ishte premtuar që do të vinte dhe që erdhi, nuk e di nëse është e mirë apo jo, përsa i takon tani pamjen që do hapet nga krahat e Artinit. Nuk e di, nëse Artini do na çuditse deri në këtë pikë, po ja ku është. Amo Artin, nësa duket e keni kërkuar këtë borën, se doni që të keni ende turist, me siguri. Mirëmëngjes Artin. Nuk po ikën dimrit, realisht. Dëbora e dytë në këtë pranverë sigurisht që tregon që moti është i paparashikueshëm dhe në shumë raste nuk duhet të i heqim shpejt xhupat, paktën ne në jugëlindjet e Shqipërisë, pasi me intensitetin e dëborës që ra mbrëmjen e djeshme, temperaturat që janë sot dhe që kanë qenë përgjatë orëve të natës së mbrëmshme, sigurisht që tregon se jemi duket ende në dimër edhe pse zyrta jemi në pranverë. Në fakt rreshtet e dëborës kanë nisur pas ditën e djeshme në të gjithë qarkun e Korçës, pothuajse të gjitha qytetet kanë qenë të përfshira nga rreshtet intensive të shoqëruar edhe me një erë të fortë dhe ka pasur në shumë zona të caktuara dhe stuhi dëbore të cilat kanë krijuar dhe probleme me qarkullimin e automjeteve. Vështirësi ka pasur në aksin e Qafthanës në drejtim të Pogadecit, nga qafa e Ploçës në drejtim të Maliqit e më pas të Korçës. Vështirësi ka pasur në drejtim të aksit rrugor Korçë dogana e Goricës në bashkinë e Pustecit, por gjithashtu edhe në qafën e Qarrit në Ersitek. Dardha po ashtu ka pasur një sasi të konsiderueshme të dëborës gjatë mbrëmjes së djeshme dhe pothuajse të gjitha mjetet dorëpastruese kanë qenë në terren për të bërë të mundur hapjen e rrugëve, edhe pse në momente të caktuara, diku orës 20-30 minuta deri në orën 21, ka qenë shumë i vështirë lëvizja në aksin rrugor nga Korça në drejtim të Pogradecit, përgjithsisht nga zonat e fshatit Pirg në drejtim të Qafploçës, ku stuhia e dëborës e bënte shumë të vështirë lëvizjen e automjeteve, duket se një pjesë e madhe e mjeteve i kishin hequr gomat dimrore dhe shumë prej tyre kanë mbetur në rrugë duke xhiruar deri në momentin që më pas është ndërhyrë nga ana e borpastruesave. Në trajtësia e dëborës shkon nga 5 deri në 10 cm në zonat malore, përgjithsisht siç është zona e Dardhës, sot në mëngjes ajo është ngrirë me mbi 10 cm dëbor, me shpresën se operatorëve turistikë se do të mbajnë të paktën deri në fundjavë, në mënyrë që të kenë mundësi ata që vizitojnë përgjithsisht Dardhën ta shijojnë dëborën. S'po them për herë të fundit këtë vit se nuk e di se çfarë ndodh në vazhdim, se kështu thash dhe herën e fundit dhe ja sërish ra dëbor. Megjithatë ka pasur dhe probleme sepse për shkak të stuhisë së erës borës disa fshatra të thellë në zonën e bashkisë Maliqit, Moglic kryesisht, në zonën e bashkisë Korçës, Vitkuq, Lekas dhe në zonën e bashkisë Pogradecit, kryesisht në fshatrat e njësisë administrative Proptisht, ka pasur mungesë të energjisë elektrike si pasojë e kaputjes së përcjellcave, një rrjet shumë i vjetër elektrik i cili ne themi her pas here në këtë lidhje që duhet zëvendësuar, por që ende nuk ka një lëvizje konkrete nga ana e operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike për të bërë investime të reja në shtylla dhe përcjellca, dhe që banorët sa herë që ka erë të fortë me shi apo dhe si në këto raste me dëbor vuajnë për orë të tëra mungesën e energjisë elektrike, dhe këtë mëngjes jam informuar se 12 fshatra në njësitë administrative të Proptishtit që furnizohen në stacioni Prenjasit janë pa energji elektrike prej natës së mbrëmshme, dhe duhet keni parasysh në temperaturat të tilla të ftohta që sot shkojnë shumë në 1 grad, -1 grad Celsius dhe gjatë natës kanë shkuar deri në -4 gradë, është shumë e vështirë për të përballuar të ftohtin pa pasur dhe energjinë elektrike. Megjithatë situata në akset nacionale këtë mëngjes është qetësuar, lëvizja kryesisht në qafa problematike, Qafthan, Qafploç, në drejtim të Korçës është normale dhe pa probleme. Besoj që këtë vit do të vuajmë pak për pjesën e frutave, do të ketë mungesë, besoj tregu për kumblën e egër apo dhe kumblat përgjithsisht nga cila prodhohet rakia, do të ketë probleme përgjithsisht me produktin e qershisë, i cili besoj që do të jetë shumë herë më i pakët në sasi këtë vit dhe çmimi do të fluturojë në stratosferë për shkak të sasisë pake si do të jetë. Do të kemi më pak kajsi, më pak pjeshka, për shkak sepse edhe dëbora e parë dhe -4 deri në -7 temperatura që arritën i dëmtoj në masën 60%, besoj që kjo tjetra do t'i dëmtoj edhe më shumë dhe mund të jetë vetëm 10%. Kanë si mbrohen nga këto temperatura, pra marrin masa paraprakisht duke ndjekur edhe parashikimet e motit, apo është e pamundur gati? Shiko, Krist, bujësia dhe premtaria është shtëpi pa çati.
realisht domethënë vinë vendet pothuajse çdo 2 vjet fermerët përballen me situata të tilla dhe është e pamundur të arrish të mbrosh produktet drufrutore apo dhe prodhimet e tjera nga temperaturat e ulta, nuk është se kanë pasur edhe ndonjë mbështetje aq të madhe edhe nga Ministria e Bujqësisë. Po ka pasur disa programe subvencionimi më përpara për sa i përket vendosjes së rrjetave për mbrojtje nga breshëri, kryesisht të drufrutorëve të mollëve. Më pas këto programe u ndërpren, nuk e di nëse janë rihapur sërish, i bëjnë vetë fermerët me sa kam informaciona shumë të shtrenjta. 1 hektar mund të shkojë deri në 10 deri në 20.000 euro në rrjet dhe gjitha materialet që duhen për ta vendosur. Janë kosto shumë të mëdha dhe nga ana tjetër mos gaboj kemi trajtuar edhe një herë tjetër që kompanitë e sigurimit nuk ka si shans që të sigurojnë parcelat e tokave bujqësore apo të drufrutorëve në drejtimin e breshërit dhe sidomos të ngricave siç jemi aktualisht në kohën që jemi. Pra askush nuk ka prim sigurimi për sa i përket ngricave dhe temperaturave të ulta. Edhe ka pasur fermerë që kanë dashur realisht të sigurojnë tokat e tyre, por nuk kanë mundur dot ta bëjnë diçka të tillë sepse primi i sigurimit del shumë i shtrenjtë, për shkak se bujqësia cilësohet si një sektor me risk shumë të lartë, është kërkuar her pas here që të ketë ndërmjetësim midis shtetit dhe kompanive të sigurimit në mënyrë që shteti të subvencionojë një pjesë të primit të sigurimit, nuk është arritur diçka e tillë, mbase duke folur këtë mëngjes jemi në fushat elektorale, ndonjë kandidat dhe ndonjë parti mund të na dëgjojë që ta vendos tek programi i vet këtë lloj problematike, sepse nuk e kam dëgjuar të artikulohet edhe nga kandidatët aktual deri në momentet që flasim në fushatën elektorale. Do të ndërpres vetëm për jo e përgjigjen vetëm mund të spostohesh pak se po m'pëlqen shumë ajo pamja që ke pas shpinë, se duket shumë bukur edhe mali atje me të borë. Edhe ta kemi pak edhe këtë. Duket sikur duket mirë me diell, por që gjithsesi do të jetë shumë ftohtë, se ne e perceptojmë këtu në kryeqytet, imagjino aty tek ju sa ftohtë të jetë. Kam dalë, meqense në fushat tashmë po thuhet pasaporta e BE-s, Bashkimi Evropian dhe unë jam pikërisht tek Bulevard Europa. Ky është Bulevard Europa në Pogradec. Okej. Po mirë, ka ardhur Bashkimi Evropian në Pogradec. Me shpresën që edhe këtu janë të vendosura të gjithë emrat e personaliteteve më të mëdha botëror, këto pllakat e zeza që duken. Dhe shkojnë në drejtim të liçenit. Aty poshtë pastaj është një port prej hekuri me çelësa, me kyçe që përfaqësojnë komunizmin, si portë që ti futesh, që besoj porta do të hiqet kur ne të futemi në Bashkimin Evropian. Po se kur e keni bërë me hile, ju e do ta shohim sa aty do të jetë. Po 2030 pra kështu jemi dëgjuar. Gjithsesi, ne do të jemi këtu dhe do ta komentojmë në këtë moment. Mirë Artin, pra duket që gjithsesi, le të themi, Bora vërtet sjell probleme në qarkullim që me sa duket dal ngadal po shkojnë drejt normalitetit, por të paktën për sytë e turistëve, atyre që zgjedhin Korçën dhe Pogradecin, këto janë momente të bukura, ndoshta edhe ato momentet e fundit të dimrit, të Borës, kështu që do shijohen maksimalisht. Faleminderit shumë Artin për të gjitha informacionet dhe për këto pamjet e bukura nga Pogradeci.